Dhjetori erdhi dhe sigurisht që ky muaj është vetëm për festa, por në atë divanin e ngrohtë që e mbuluar me batanie dhe nuk di ç'të shohësh në YouTube ose platforma të ndryshme, ne ju sugjerojmë filma dhe serialet vizatimor që do të mundësojmë këtë muaj, me një programacion të mbushur plot e përplot. Mos harrojmë faktin që pjesa më e madhe janë anime, që tashmë janë kthyer një trend për publikun shqiptar, për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur. Me datë 1 dhjetor do të jetë disponueshme në platformën YouTube Surfistët e trenave. Jack është një djalosh që pëlqen artin e rrugës, por me anë të pasionit të tij që ka për artin grafiti, ai gjithashtu ka miq si vetja që ndajnë të njëjtin pasion. Mirë po, ky art ka pasoja, sepse surfistët tanë e bëjnë këtë art në muret e qytetit, në trena dhe në shumë vende të tjera, ku ligjërisht nuk është e lejueshme. Më pas vijnë episodet e reja e Heronjt e Go-Jitsu, Meteori Goditës, nga 6 dhjetori. Thrashi, Blazagoni dhe Pantaro bëhen gati për vazhdimin e aventurës së tyre të re për të ndaluar meteorin Goditës nga përthithja e planeteve. Nëse ata nuk fitojnë betejën kundrejt armiqve të rinj, bota do të përfundojë në një kaos të madh. Në ekranin e Alptunc, rikthejmë serialin Pokémon Legjenda e Arceusit në webfaqen tonë zyrtare. Në udhëtimin e tyre të radhës, Ash, Go dhe Donja do të takojnë miq të vjetër si Brook dhe Cynthia për të kapur Pokemona të rinj, ku në të njëjtën kohë do të mësojnë gjëra të reja nga e kaluara. Përveç kësaj, ata duhet të mësojnë për legjendën e Arceusit dhe të shpëtojnë rajonin nga tërbimi që është kanosur Heatranit për shkak të eksperimenteve që grupi galaktik ka bërë për të kthyer mbrapsht liderin e tyre Akagi. Pokemon Legjenda e Arceusit, çdo të premte, ora 18:00. Ju kujtohet Naruto? Sigurisht që nuk mund ta harroni këtë djalosh që bëri ëndrrën e tij realitet për t'u bërë Hokage. Tashmë e sjellim Naruton e vogël bashkë me Sasuken dhe Sakuren në një mision shpëtimi bashkë me Kakashin, ku gjërat nuk shkojnë mirë. Naruto Rrugë të Kryqëzuara, me 13 dhjetor do të jetë premier në platformën YouTube Alptunc. Me 21 dhjetor vjen Detektivi Conan kundër Kit kundër Jaibës në platformën YouTube Alptunc, ora 18:00. Conan përgatitet për të kapur Kidin sepse vjedhja e radhës nga Kit është gati për të ndodhur. Përveç tij, shumë individ të tjerë do të bëhen pjesë për të kapur hajdutin Kit, gjë e cila rezulton goxha e ndërlikuar. Si asnjëherë më parë në Shqipëri vjen një film anime shumë ndryshe. Jujutsu Kaisen filmi 0. Yuta Okotsu, një djalë i ndrojtur dhe shumë i mbyllur në vetvete që përndiqet nga shpirti i vajzës që ai ka dashur në fëmijëri, Rika Orimoto. Por pasi ajo vdiq nga përplasja e një makine, ajo u shndërrua në një shpirt i mallkuar jashtëzakonisht i fuqishëm. Pasi Yuta takon Gojo Satoru, atë e ftojnë që të bashkohet me shkollën e Jujutsus në Tokyo për të mësuar si të kontrollojë fuqinë e tij dhe ta përdor për të ndihmuar të tjerët. Megjithatë, kur një ish magjistar i fuqishëm, Geto Suguru, planifikon të sulmojë shkollën për të shkatruar njerëzit pa aftësi magjike, ose më sakt, ata që nuk janë magjistar, por Yuta duhet të përballet me frikën e tij dhe të vendosë si ta përdor fuqinë e Rikas për shkatërim apo për shpëtim. Filmi do të jetë i disponueshëm në webfaqen tonë zyrtare Alptunc me datë 24 dhjetor. Na ndiqni. One Piece, mboshta atë, Pirati Ganzak, me datë 28 dhjetor, ora 19:30 do të jetë në kanalin zyrtar të platformës YouTube Alptunc. Luffy, Zoro dhe Nami janë pirat në kërkim të thesarit të One Piece, por gjatë udhëtimit të tyre, ata do të ndeshen me një pirat shumë të frikshëm me shumë pushtet. Për mbyllje, me datë 31 dhjetor në webfaqen Alptunc do të sjellim Sferat e Dragojt Z, pema e plot fuqishme. Një Saiyan ka bërë plane që të shkatrojë planetin Tokë. Ai quhet Turles. Turles dhe grupi i tij tashmë e dinë që Son Goku ndodhet në atë planet dhe bëhen gati që të shkatrojnë gjithçka aty për të rritur farën e pemës së plot fuqishme Shin Seiju. Festat bëhen më të bukura ku seriali ose filmi juaj i preferuar i animuar vjen në shqip në ekranin e Alptunc. Na ndiqni gjithashtu në webfaqen tonë më të re për të ndjekur të tjera filma dhe seriale të reja nga Alptunc. Gjithashtu na bëni subscribe në kanalin tonë të YouTube nëse jeni të rinj. Gëzuar festat!